Njëra nga temat shumë interesante, reflektime që kam dhënë unë është që thëmë projeve ndalja ujve dhe krijimi i puseve që është e mundur dhe është ardhme e natyrës së Kosovës. Temat tash nuk janë më serioze të mia dhe që kuptojmë reflektimet e mia nga diaspora. Si shifet të një liqe e malë që është grumbulluar dhe është i ujë dhe është mbush një grop me ujë, e kuptani? E shumë këtë prostë ujë që vjen dhe është gjithë zidhe që është grumbulluar, dykun dhe ka shumë vende që grumbullohet ujë liqenat që bëhet nga ujë vogël nga kocka. Ja pra pak për fakte të mia që kam folur shpesh dhe flas prapë që mendojmë nga vendimet tona që kemi kocka të ujit ose troja që vinë dhe nuk i kufizojmë apo lumi që mund ta ndalim dhe ta shfrytëzojmë liqenet dhe bastiqeneve. Këto janë pika të paprekura. Energjia tanë dhe fuqia që mund të jetë të ujtë të na është jeme paprekuri për shëndet. Kryesisht nga burimet që ka Sirionika.